Kuptim ka të investosh dhe në turizëm kur të gjitha këto blegtorinë edhe bujqësinë e merr nga vendet qinje? Janë çështje politike disa, që duke qenë se pjesa politike është afat shkurtër në kuptimin e zgjedhjeve, atëherë ne duam që të duket bukur dhe të tregojmë statistika të mira. Por realiteti afat gjatë nuk kërkon këtë. Kërkon që të ndërhyet vërtet në produktivitet. Qartë. Pagat është fakt që janë rritur në disa sektorë, por pyetja është apo ecin me të njëjtin ritëm me inflacionin? Normalisht, kjo është edhe një element që do pasur pa kujdes, sepse mund të jetë ajo spiralja pagë-çmime, të cilat një rritje e pagës absolutisht që rrit kërkesën për produkte, për shërbime dhe të tjerë, dhe kjo mund të ndikojë dhe te pjesa e çmimeve të cilat mund të jepen. Apo rritje në të njëjtën mas, normalisht nuk mund të thuash dot, pra që të bësh një vlerësim, pra të mbetemi subjektiv, nuk do doja të thoja diçka të tillë. Por duhet pasur kujdes dhe pjesa e pagave në qoftë se bëhet atje ku duhet dhe ku rrit produktivitetin, asnjëherë nuk ndikon për keq. Por në qoftë se bëhet vetëm në pjesë të cilat nuk po tregojnë dhe nuk kanë një rendiment të caktuar, atëherë patjetër që do ta japi efekti negativ. Si po ndikon inflacioni te kursimet, por dhe te konsumi i familjes shqiptare? Absolutisht i gërryen, do thosha, pra do përdorja një term, sepse në qoftë se me të njëjtin nivel të ardhurash, pra unë nuk kam një rritje të ardhurave, ndërkohë një element që vetëm konsumoj dhe shpenzoj për nevoja të përditshme vetëm rritet, atëherë si do ta mbuloj, në qoftë se më del një diferencë në moment, ose do marr borxh, ose do ul kursimet, pra do marr nga kursimet. Lum kush është me fat që ka kursime që të mos shkoj te borxhi. A ka hapësira për ndërhyrje të qeverisë për të zbutur efektet e shtrimtimit dhe nëse ka në cilët sektor? Normalisht tani ajo që përmenda, pra do t'i mbetesha përsëri asaj. Në afat shkurtër është diçka që asgjë s'mund bësh, sepse asnjëherë nuk mund ta marrësh dot atë outputin ose rezultatin e një politike që ti mund të ndjekësh. Për momenti mendoj se është e vështirë sepse disa politika duhet ishin marrë që dje, ose të mos braktiseshin në sensin që industria, bujqësia, blegtoria të mos braktiseshin. Ndërkohë sot ne shohim që janë të braktisura. Janë sektore të cilat i kemi pasur të rëndësishme prodhonin për vendin, por tashmë ne po fokusohemi vetëm në një vend shërbimi. Në një farë mënyrë inflacioni jo vetëm importohet, por prodhohet dhe nga ekonomia shqiptare. Absolutisht, sepse ti s'po prodhon. Pra ti ke një sasi të vogël. Nëse ne të dy do kërkojmë një shishe ujë me 3 lek, kush do ta marrë? Unë apo ti? Nëse bëhet 5 lek, unë do heq dorë, se unë ose ti në varësi të ardhurave, dhe kjo patjetër që ushtron një presion të tillë. Pra janë politikat e cilat më tepër japin efektin në afatgjat, por çfarë mund bëhet tani është që të ndihmohen disa shtresa të caktuara me disa politika të përkohshme në momentin që kjo krizë ose kjo rritje e çmimeve të mos vazhdoj për shumë gjatë. Por prap jo simptoma, por duhet zbuluar rrënjët ose shkaku i problematikës. Çfarë treguesish ndiqen Edison për të kuptuar nëse inflacioni do të rritet apo do të bjerë në muajt e ardhshëm? Çdo gjë është në varësi të kërkesës dhe ofertës. Kështu që këto janë elementet të cilët ndikojnë. Nëse ne e rrisim kërkesën për produkte të importit, patjetër që do shtrenjtohet. Nëse ne nuk kemi në vendin ton burime për të prodhuar dhe për të rritur produktivitetin, patjetër që ky është një element gjithashtu që ndikohet. Duke qenë se është edhe periudhë sezonale dhe kërkesat, pra rritet kërkesa qoftë për akomodim, qoftë për ushqim, sepse pjesa e turizmit, domethënë normalisht numri i turizmeve rritet dhe ka një kërkesë më të lartë. Por nëse produkti ose oferta mbetet në të njëjtin nivel, patjetër që do ushtrojë një presion në rritje. Pra në varësi të kësaj ndikohet edhe çmimi për çfarëdo lloj produkti apo shërbimi.
E kuptoj. Sa I rrezikuar është objektivi për stabilitetin e çmimeve nëse tensionet geopolitike vazhdojnë dhe të paktën në 24 orët e fundit kemi parë pra kanë rifilluar sulmet në Iranit, deklaratat e presidentit të Shtetit Bashkuar Trump. Mendoj se nuk duhet të cilësohet më si e përkohshme, por duhet të veprohet në mënyrë që ky term përkohshëm të hiqet, por të realizohen politika, domethënë që të ndihmohen për momentin aktualisht periudha e shkurtër kjo grupi popullsisë të cilët preken më së tepërmi, qoftë përmes subvencioneve të caktuara, qoftë përmes ndihmave ekonomike, por jo për të gjithë, absolutisht për kategori të caktuara të cilët mund të preken më së shumti, apo qoftë edhe nëpërmjet nxitjeve të tepërta më të shumta që mund të bëhen në pjesën e industrisë apo të prodhimit të bujqësisë. Dëgjoja ditën e djeshme një debat kreut të Bankës Shqiptare Genseko në Parlamentin Shqiptar, pra pikërisht për një sugjerim, rishikim ose këshill e Parlamentit Shqiptar për të pikërisht për kursin, për të mbajtur kursin fiks të këmbimit të valutës. Një pyetja ime është, Banka e Shqipërisë argumenton se një kurs fiks do ta çonte pikërisht inflacionin në 6 deri në 7% të saj. Sa I qëndrueshëm është ky argument nga pikpamja ekonomike? Normalisht është diçka që ti të sforcosh gjitha krahët e tjera nëse do mbash një element që ndikon. Dhe në momentin që ti gjithmonë për euron që po bie dhe nuk po ndalet. Pra, nëse ti mban mban një element të puzzle-it konstant duke sforcuar, pra duke mbajtur atë fiks, atëherë kjo do gjithë fluska ose një element I caktuar do të gjejë mundësi që të dalë nga krahu tjetër dhe patjetër që do të ndikojë dhe te rritja e çmimeve. Mendoj se po, është një argument që nuk mund ta shohim. Por mund ta mbash fiks pra. Dhe nga ana e politikës mendoj që është thjesht një strategji që mund të përdoret thjesht për çështje pozitiviteti, pra që ja, ne po mundohemi të bëjmë përpjekje për ta fiksuar. Ndërkohë, leku I fortë ka frenuar inflacionin në një farë mënyrë, apo jo? Por njëkohësisht ka dëmtuar edhe eksportuesit. Tani si I bëhet që të gjendet ky balans, të balancohet raporti me stabilitetin e çmimeve dhe pikërisht konkurrueshmërisë së ekonomisë? Është fokusi që qeveria me politikat e saj ndjek. Normalisht një lek I fortë, po është e drejtë që e zbut pjesën e rritjes së çmimeve, sepse një lek më I fortë, euro me dobërt, ne mund blejmë më tepër mallra nga jashtë me të njëjtën sasi lekësh në momentin që euro vijon në rënien e saj. Por nga krau tjetër kemi një dëmtim të eksporteve. Tani, cili është fokusi I politikave që ne ndërmarrim? Të varemi nga jashtë apo të ruajmë një balans midis tyre. Dhe ajo që shoh më tepër është që Shqipëria të kthehet në një vend ofrimi shërbimi më tepër se sa prodhues apo pra qoftë në bujqësi, qoftë në industri. Që do të thotë ne çdo gjë ta marrim nga jashtë dhe ne ofrojmë një shërbim të caktuar. Por kjo është shumë negative sepse ne I kemi mundësitë si për bujqësinë, si për industrinë që ta zhvillojmë këtë, sepse ka vende të cilat janë të varura vetëm nga shërbimet, por nuk kanë këtë nuk kanë këto resurse që ne I kemi. Monako për shembull nuk e ka atë hapësirë që të zhvillojë, të krijojë një industri etj. Por zhvillohet, e ka fokusin e saj te shërbimi dhe te pjesa e turizmit. Pra, në këtë aspekt e thënë ndryshe janë politikat ato të cilat I adresojnë deri diku se çfarë të ndodh dhe çfarë mos ndodh. Nëse leku papritur do të zhvlerësoj shpejt në muajt në vijim, sa shpejt do të reflektojë kjo në inflacion dhe në çmimet që paguajnë qytetarët? Është një element I cili do të ndikojë dhe madje të them drejtën dhe kur e mendojmë ndonjëherë edhe vetë, mendoj që edhe mund të ndodhë diçka e tillë. Pra, të vijë një moment që çmimet do jenë në stagnacion, nuk do ketë një lëvizje,
atëherë çfarë duhet ndodh? Prita kthejmë rrotën nga krau tjetër, pra që të kemi përsëri një lëvizje të gjës. Pra, 1 lek do të ishte pra 1 euro me 94 lek, në të kundërt pastaj do të shkonte që 1 euro do të ishte 101 lek. Çfarë po ndodh? Atëherë, ndryshimin do të ndihej patjetër që do ndihej drastikisht, sepse do të kushtonte shumë më lirë. Tani, okay, kjo do të favorizonte pastaj pjesën e eksporteve, në këto. Por çdo gjë që ne importonim, kjo do të ishte më e shtrenjtë, sepse ne po themi tani që importet ose blerësit nga importi, pra kompanitë çfarë janë këto që blejnë, këto po përfitojnë. Ose kush ka një kredi në euro, po përfiton, sepse po paguan më pak. Imagjino sikur të ndodhte krejta në sjellë. Atëherë ne po varemi nga euro dhe çdo gjë do të shkonte, domethënë, uroj që të mos të ndodhë diçka e tillë, sidomos në një ndryshim të shpejtë. Qartë. Në fund, një mesazh për qytetarët edison si eksperti i ekonomisë, do të presin një gjysmë të dytë të vitit me çmime më të lira, më të mira, apo të përgatitet për një periudhë me kosto më të lartë jetese? Do thoja ato që thash për çmimin e naftës pak më parë fatkeqësisht, që themi për momentin është e përkohshme, por shumë shpejt vjen vit i ri dhe përsëri ne dim se çfarë ndodh dhe për vit të ri, pra fatkeqësisht për sa i përket pjesës së çmimeve. Kështu që do jetë një periudhë, po themi, që do jetë në këto vlera. Pra pjesa e shtrenjtimit, uroj mos jetë në nivele shumë të larta, por mendoj që do jetë fatkeqësisht. Kështu që duhet të tregohemi pak më të kujdesshëm. Nuk dim se sa më të kursyer duhet të tregohemi, se gjithmonë mund ta themi, është e thjeshtë ta thuash, por është shumë e vështirë realiteti nga krau tjetër. Edison, unë falenderoj shumë që ishe pjesë e ditarit të orës 16 në Dysjena. Faleminderit juve.